بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أتفعل دربنا الله من الرسول رسول سجين الله جل شانه. السلام عليكم ورحمة العزيز محمد الصفاص عليه الصلاة والسلام. Amin stisho për ti dhe gjithë besimtarët se të ndjekë dhe pasurruar. Vazhdojmë dhe sot me lenin Allah të lartësuar dersën e gjatë të ditë me radhë të tefsirit të Kur'anit të lartë, ne jemi tek surja Al-Baqara që me lenin e Zotit Xhela Wa'ala. Në këtë ders të shpjeguar me ajetin 142 dhe 43 të kësaj kapitine ku Allah subhanahu wa ta'ala na tregon gjithashtu për një ngjarje shumë interesante që ka ndodhur në historinë islame, dhe që ajo është ndrimi i kibles prej Mesjidul Aqsas drejt Qabës. Dhe dobitë të cilat neve i marrëmi shumë të rëndësishme si besimtar në sfidët e jetës, sepse Allah subhanahu wa ta'ala i ka zbritur Kur'anin më lartë për na treguar kategoritë e njerëzve dhe të na tregojë se cilën rrugë duhet ta ndjekmi ne. Allahu azza wa jalla ثم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ومحمد سيقول السفهاء من الناس. Disa mendjelin nga njerëzit kur të ndrosh kiblet do të flasin, do të thonë ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. Pse do të thonë çka ndodhi? Çka I ktheu ata besimtarët prej Kocit dhe kthyn nga Qabja? Cila është arsyeja? Në Qabë, sipas tyre nuk është dashur të kthej, sipas këtyre sufahave mendjeleve, është dashur të marrë ka Mesjidul Aqsa. E çka I shtyu thotë që ta ndrojë kiblën besimtarëve? Kur të thotë kështu, thuaj atyre: "Qulillahu al-mashriq wal-maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim." Thuaj atyre e lindja dhe perëndimi janë të Allahut subhanahu wa ta'ala, ai e udhëzon në rrugën e drejtë ku do na jemi. Pastaj thot Allahu jalla wa ala: "Kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nas." Ne thot ju kemi bërë ummeti I mesëm, ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ummeti I artë, ummeti I drejtësisë, litakunu shuhada'a 'ala an-nas, që të jeni dëshmitar për njerëzit. Që të jeni dëshmitar për të gjithë njerëzit, wa yakunu rasulu alaykum shahida. Edhe pejgamberi pastaj të jetë dëshmitar për juve, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'alama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibayhi. Edhe ndryshimin e kiblës së këmbën para se tjetër vetëm se ti sprovojmë njerëzit se cili po e pason Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe cili po e lën edhe po kthehet në brapa në mosbesim. Pastaj Allahu jalla wa ala thotë: "Wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hada Allah." Edhe pse kthimi I kiblës ishte e vështirë për disa, por jo për ata të cilët I udhëzoi Allahu subhanahu wa ta'ala, "Ma kana Allahu li yudhi'a imanakum." Allah kurse si nuk ja humb namazin e juve që I fal në drejtim të Kutsit, "Inna Allaha bin-nasi la-ra'ufur rahim." Me të vërtetë Allahu azza wa jalla me njerëzit është rauf, është I butë, është rahim, është I mëshirshëm. Këto dy ajete dashur vëllezër do të shpjegojmë që me lenin e Zotit do marrim dobi të rëndësishme. Se yaqulu as-sufaha, do të thonë mendjelet. Kush është mendjelet? Ulema islami thonë mendjelet është çdo njeri I cili I kundërshton urdhrat e Allahut subhanahu wa taala. Çdo njeri I cili I kundërshton urdhrat e Allahut xhalla xhelaluhu tafsirullah thonë është në kategorinë e mendjelet. Gjithashtu, ulema islami thonë ai që sjell ato që është më ulët dhe e lën ato që është më lartë është mendjelet. Është mendjelet. Ai që e lën dinën e Zotit dhe sjell diçka më të ulët është mendjelet. Nuk e ka kuptuar qëllimin pse është krijuar. Për këtë Sheikh Abdulrahman al-Ajlani rahimahullah ta'ala thotë: "Kullu kafirin safih." Çdo pabesimtar, çdo kafir është safih, është mendjelet. Çdo pabesimtar
është mendje lehtë, për arsye se nuk e din qëllimin e krijimit. Nuk e dim se Allahu Jalla wa Ala ka kriju robën. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Thot Allahu Jalla wa Ala se nuk kriju asnjë të asë gjinën për asgjë tjetër, vetëm se me adhuru Allahu Azza wa Jalla. E ai që nuk e adhuron Allah, nuk i bindet urdhave të tij, nuk dalon nga ndaresat e tij, hyn në kategorinë mendjelete, në kategorinë as-sufaha, që thot Allah Azza wa Jalla, se yaqulu as-sufaha. Kush janë ata që kanë thënë? Kush janë ata sufaha që Allah Azza wa Jalla i cek në këtë ajet të Kuranit? Tefsirët ato janë ahlul kitab, jehudët e Medinës dhe të krishterët. Disa tefsirët tjerë thënë mushrikët. Disa tefsirët tjerë thënë munafiqët. Jo munafiqët. Të gjitha këto kategori kanë folë. E Allah Azza wa Jalla e ka shpik këtë ajet hala pa folë. Ky ajet është mrekulli veti. Ulemaja e Islamit thonë, kjo pjesë e ajetit është mu'jize, është mrekulli. Pse? Sepse Allah Azza wa Jalla hala pa folë ata. Dhe thot pejgamberi se yaqulu as-sufaha min an-nas. Kanë me fol disa njerëz mendjelejt. Edhe kanë fol. Jo do të thonë Ka'b ibn al-Ashraf, edhe të tjerë të cilët kanë qenë kopat e jotëve në Medinë, kanë thonë pse për ekipin e prej Mesjidul Aqsas dhe po drejtohet ka Qabja. Gjithashtu edhe të krishterët kanë thonë. Munafiqët e kanë shfaq një fakun e tyre, s'ka nuk i bon. Ka thonë që është puna e ti, herë falet ne, herë falet a ne, herë në ryshe, herë kështu, kanë darë për e kresë, e kanë shfaqë. Mushrikët e Mekës kanë thonë, e pa e ka marë mollë i më këthy ka toka e ti në Mekë, për që ata u këthy, e na shtik dhe jetë ka nape. E Allahu Jalla wa Ala për thëtë Rasulullah, kur të thojnë ata, ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha, që ka i shtyri ata, muslimanët që kthehen prej kiblës sa ishin duke bërë në Mesjidul Aqsa, atëherë thuaj aty, Qulillahu al-mashriq wal-maghrib. Thuaj aty të Allahut janë edhe lindja edhe perëndimi. Ka të thotë Allahu më kthy na kthej. Çfarë janë besimtar? Ka të thotë Allahu Jalla wa Ala më kthy na kthehemi. Thotë Allahu Jalla wa Ala yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allah Azza wa Jalla e ozot në rrugën e drejtë ato që do. Për këtë arsye të dashur vëllezër, sahabët e Resulullah, kur e kanë dëgjuar këtë ajet ka zbritur në kohën e Ikindis. Dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka hyrë dhe ka shpjeguar. Disa sahabe në momentin kanë dalë emrat e tyre për mendjes, duke shpjeguar Resulullah në hyrje ka dhënë atë çobit i formë dyre çobën afide të dobit të parë që kanë folë ka çobë. Do thonë, mini heri kanë sfakur urdhrat. E kanë falë namazin e parë të Ikindis, ka kibla, ka çobë. Dërsa një sahabe tjetër, pas që ka falë Ikindin, ka dalë ka shkuar në punët e tij. Kur ka prit te xhamia Qibletejni që është sot në Medinë, xhamia e kibleve quhet. Ka mritë e xhami, i ka po disa musliman që ka arrit halal e amin që është në kibla. Edhe kanë qenë në ruku, ka thonë, o musliman, pasha Allah, thot me Resulullah sallallahu alaihi wasallam, sa po e falem namazin e Ikindis. Edhe e falem ka kibla, se Allah Azza wa Jalla ka urdhëruar mu kthy ka kibla. Në ruku kanë qenë në ruku. Pra mendo sahabët, kanë qenë në ruku, ka Mesjidul Aqsa i vjetë së përtash të kondër të në kiblës, në ruku kanë qenë në kthy ke kondër të në kthy ka qenë. Këta kanë qenë sahabët e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Në namazin e sahabët ju ka vri, lajmi gjithashtu në Mesjidul Quba, që është ndru dhe më thonë kibla dhe me njerë. S'kanë diskutu pse, qysh, te, Allah ka thonë kry. Për këtë Aisha radiallahu anha thot, kur ka sfrit ajeti hijabit, që du të me mblu gra muslimane, e ka në mëgjem, thot ka sfrit natën ka sfrit. Në namaz të sahabët, gratë e nësarve, krejt me hijaba e në gjami. Ju që ditë të kur i kemë në hijabët. Aisha, radiallahu anha thot, ju që ditë të natën ka ne me i qenë, në sabah kanë qenë në hijaba krejt. Dhe mire ka s'ka urdhën në Allah subhanahu wa ta'ala. S'kanë qenë si për Israel, që kanë gjyre, ka, ale, ka,
mështirë, është e re, është e vjetër, a knej, a në tonë, e mi thonë Musës mas i dalmi, a i mëra këto, bina mish, bina, jësë të bina me onë, vesh mish, do me mëtësi, dojnë ato, dhe sa e të meritu më tim në Allah. Sahabët janë shembull si mund ndjek urdhrat e Allah. Shembull janë si mund ndjek urdhrat e Allah. Wallahi, kjo pjesë neve ne pse të madh dashur. A ka thonë Allahu, sahabët s'kan diskutuar. Nuk e kanë diskutuar për s'moraj mendje, por qysh, por tek. Ka thonë me mu fal kaçapja. Kaçapja, s'kan diskutuar shumë. Kanë thonë duhet me vnu i gjatë. Bile, ju kanë parapri çështjeve. Kur i kam bërë disa çështje që sjellën në rregull, ju kam parapri. Omer ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. I ka thonë Resulullah, hala pas sprit ajete për me ndaluar alkoolin. Hala pas sprit ajete për me ndaluar alkoolin komplet. Ka ja Resulullah, lutem Allah për punën e shmira alkoolin se shoqë Davudës për jetën. Të pijat. Lutem Allah se sa ka normale muslimani me piraki. Omeri e ka lutë për nga mërë me lutë Allah e zërët për helën të unë të unë. Jep një fundë mos ka. Haram është. Thënë, musliman i kam parapri çështjeve të dinit Allahut, jo me diskutu këtë mund. Sikur se që kanë diskutu të tjera. Ka thënë Allah zogjë, nuk ty ka qapja, në rëqu e kanë dru kimën edhe s'kanë diskutu ma shumë, sepse Allah zogjë ka thënë edhe ukry. Kush ka diskutu? Kanë diskutu ata që kanë pas zemrat e smuta, për munafikëve, në kitab edhe mushrikëve. Sta kanë diskutu, kanë çuplon, pse, qysh, e pse po falni kështu, e pse s'po falni kështu, e na, babë që që kanë poshtë, ti që po falësh për qysh, më le mos fal këto. Ti si e dashamiri namazit. Ai që dashamiri namazit, ai falet, nuk e kështu tjetër të qysh po falë. Ai falet për vetën e tij dhe shkon të shtëpia e tij. Kështu të me qenë besimtar të vërtet dashur vëllezër, sepse këto neve ne mësim për Zotin e madh që neve si musliman me ndërzumet e tonë tek Allahu komplet dhe jo me hyjë gjysmak edhe me qitë pastaj kajde pse qysh dhe kështu më radhë. Pra, derogimi i parë në ulema e Islamit të tefsirologët që është bërë në Islam për shpërtësimi ka qenë i kiblës, sepse Resulullah 16 muaj pasi ka shkuar në Medinë është falë ka Mesjidul Aqsa, në Mekë, është falë në mes këndit të Jemenit dhe gurit të Zi, e Aqsaj dhe është, më thënë, edhe i bjen kible e qapës edhe i bjen kible e Mesjidul Aqsas, të dygat. Kër orë në Medinë, Allah s.w.t. në thënë falë ka Mesjidul Aqsa e 16 muaj. Resulullah nuk ka dashur të lutë Allah s.w.t. si dëshomin ajetet tjera në vazhdim, po ka pas qep po këty ka qabja, Allah s.w.t. ka përqëtësu dëshimin e ti. Dhe pasi që këmë falë 16 muaj dhe më dhanë ka Mesjid al-Aqsaja, është këty pastaj ka Mesjid al-Haram që ka qenë më dhanë kibla e Ibrahimit a.s. dhe kërë kjo ka përqitë më dhanë i tharë dhe këtibrit të cilët kanë thonë këthe edhe njerë ka Mesjid al-Aqsaja, në po të pasojnë aty. Shkone, qëfar tentimi kanë pas me sprovuve për nga mërë sallallahu alaihi wasallam në dinin e Allah, Allah s.w.t. ka dhanë urdhë dhe kjo nuk bëhet mo. Nuk me të një pasur dhe i tarë sa dialogën e këpove juve, ta është më pasani mu, e dhanë kjo nuk bjerë shprej sepse Allah s.w.t. të të kulillahu l-mashriq wal maghrib, të Allah të lindja dhe përretimi, këtë të dhëtë zoti më këtiju në këthejna, inë Allah jahdi, pastaj këtë Allah s.w.t. Allah subhanahu wa ta'ala e ozën në rrugën e drejtë, ila sirat e mustaqim men jeshe. Ata që dënë zoti e ozën në rrugën e drejtë, ata që nuk dënë zoti që duan, nuk ozën në rrugën e drejtë. Neve nga ka ozën në rrugën e drejtë, që të këthejme ka kibla e Ibrahimit, alayhi salatu wassalam. Pastaj dashur vëllezër, Allah subhanahu wa ta'ala na i cek pjesë tjetër të ajetit që është gjithashtu shumë i rëndësishëm, sepse thot Allahu dhe kedhalika ja'alnakum ummatan wasata. Thot neve ju kem nderu, ju kem bë ummet wasata, ummet i mesëm. Ummet i mesëm dhe të thot ummet i drejtë. E mesëm që të mund është e ardhë, mes dy ekstremë. Jahudët e neglishuan komplet fejnë Allah duke vrapi nga mërë, duke, do më thonë, bo pytje të panumërta, duke mos i besu për nga mërë të Zotit, dërsa të krishterët e të përruan, duke thonë që Isa a.s. është biri Zotit, që të kur Allah e dhe ima të kujrej,
e muslimat janë ummet al-wasata, o janë ummet I mesëm. Ja dhan hakun të gjithë pejgamberëve dhe I zbresin në nivelin e pejgamberëve dhe ja dhan hakun Allahu Azza wa Jalla në ibadet. Kjo është ummeti I mesëm. Çka thot Allahu Azza wa Jalla? وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Në mënyrë që t'jeni dëshmitar në ditën e gjykimit I të gjithë pejgamberëve dhe ummeteve të cilat kanë kaluar. Se kështu. Pra ummeti ju, ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që falënderojmë Allahun që I start këtij ummeti, do të jep në ditën e gjykimit dëshmitar për gjitha ummetet e tjera. Ka në hadith në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, cilën transmeton, cilën e cek Imam Ibn Jarir al-Tabariu në tafsirin e tij, Allah Azza wa Jalla e thret mas pari Israfilin alayhi salam, malaika I cili I vjen suri kur më bëk jam edhe më gjatë. A ke dhënë amanetin që ta kupton për sipër? A ke çuar? Edhe pse Allahu e di. Thot po, o Zot. Kush është dëshmitari atë për këtë punë? Thot Jibril alayhi salam. E thirr Jibrilin alayhi salam, Allah Jalla wa ala thot, a ka çuar amanetin ben Israfilit? Thot po, o Zot, thot shkon ti. Ti thot Jibril, a ke çuar amanetin tëmë? Që ta kom dërzu amanetin tëmë, mi avë dërzu shpalljen pejgamberëve thot po, o Zot. Dëshmitar thot, a ki për këtë punë? Thot po, kush janë pejgamberët? Allahu Jalla wa ala I blerë të gjithë pejgamberët. Thot, a ka dhënë amanetin në vend, e ka çuar në vend Jibril alayhi salam. Pejgamberi dëshmon po, o Zot, ai ka punë shpalljen këtë. Edhe pse Zoti e di, sprova. I merr në pyetje. Shko thot Jibril. Pejgamberi thot, ju a keni dhënë amanetin, a keni çuar amanetin tënd? Besë që më keni dhënë, që do e kontoni shpalljen time tek popujt e ju. Këto fillojnë tani popujt. Pejgamberi thot, po, o Zot, e ke dhënë amanetin. E kem kry misionin, shpallje që ne ke shpallje, ja kem kundu popujve tonë. Fillojnë popujt me thonë, ja s'ka ka pejgamber, ja na ka pejgamber. E thret Allah Azza Nuhun alayhi salam, është interesant. E thret Nuhun, thotë Nuhun, edhe popullin e tij. A kem kundu të shpalljen që ta kem shpallë tek populli, jo thotë po, o Zot. Populli vetëm han. Thotë jo, thotë s'ka ka pejgamber. O nuk thot a ki dëshmitar, thot po, thot është ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Wallahi është punë e madhe. Litakunu shuhada'a 'ala an-nas. Është ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu Jalla wa ala e thret Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe krejt neve. Tash ne duhet me ndjek I çështje që edhe ti dhe unë jemi pjesë e ummetit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe ti dhe unë kemi qenë në atë meshhed. Kemi qenë bashkë me sahabët dhe me të gjeneratat e arta të Islamit me dëshmu për ummetet e tjera. Kështu do të me ndjenja këtë punë. Litakunu shuhada'a 'ala an-nas. Edhe vini ummeti, shkon në ummetin e Rasulullah bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla I pyet ummetin, jo Rasulullah. I thot, a ka dhënë Nuhu emanetin, a ka kundu shpalljen tek populli vet? Musliman thot po, o Zot. E ka kundu. Populli Nuh thot, po çish ka mundësi ta me qenë dëshmitar kur I dhënë para neve? Mas neve I dhënë. Që ka mundësi ta me qenë dëshmitar? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ummeti Muhamedit alayhi salatu wasallam që I thot, po, o Zot, na I ke dërgu Muhamedin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber, edhe ky na I ke zbrit Kur'anin si libër, edhe në to I ke cek tregimet e pejgamberëve të mëdhenj, edhe të gjithë pejgamberët e tjerë, na ke tregu që çdo pejgamber që ardh në tokë e ka dhënë amanetin, e ka kundu shpalljen, edhe ne I kemi besu. Pastaj Allah Azza wa Jalla thot, edhe që t'jetë pejgamberi dëshmitar për juve, wa yakunu ar-rasulu 'alaykum shahida, edhe pejgamberi t'jetë dëshmitar për juve musliman. Këtë moment Rasulullah thot, o Allah thot, ummeti im pa thot të vërtetën. Atëherë Allah Azza wa Jalla thot të vërtetën e ma thonë. Dhe Nuhu alayhi salam e merr si argument ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe populli I tij dënohet. Për këtë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam I ka thënë sahabëve, çdo ummet I cili nuk e pranon pejgamberin e tij ditën e gjykimit, ne kemi qenë dëshmitar për ta tek Allahu subhanahu wa taala. Për këtë Allah subhanahu wa taala ka dhëruar këtë ummet me qenë dëshmitar për të gjithë pejgamberët. Kush ka shpirt për pejgamberët? Ne kemi
për ta që pejgamberët kanë qenë të rrugën e drejtë. E kanë ndonë manetin e tyre deri në fund. Kush ka shpit për pejgamberët e Zotit? Kush nuk I ka besu ata? Allahu Azza wa Jalla thot, Ummeti Muhamedit alayhi salatu wassalam do dëshmojnë. Dhe ne dëshmojmë për pejgamberët e Allahut, edhe në dynja, edhe në ahiret që e kanë ndonë manetin, e kanë çu shpallën, kanë kundu ata që Allah Azza wa Jalla ja ka shpallë për këtë edhe Allah Azza wa Jalla thot, ja'alnakum ummatan wasata, jeni ummeti I mesëm, ummeti më I drejtë. Wasat adl, disa ulema thonë, ka përshëndim drejtësinë, sepse do të jetë dëshmitar për gjithë popujt edhe ummetet e mëhershme në ditën e gjykimit para Allahut subhanahu wa taala, edhe do të jetë pejgamberi alayhi salatu wasallam dëshmitar për besimtarët. Ulemat e tefsirit thonë do të jetë pejgamberi dëshmitar për neve, për imanin tonë, për islamin tonë, që kena ndjek rrugën e tij. Tefsiri tjetër është që do të jetë dëshmitar në mahsher, kur ne dëshmojmë për drejtësinë e pejgamberëve dhe kumtimin e tyre në rrugën e Allahut Azza wa Jalla. Gjithashtu, një koment tjetër thotë që do të jetë dëshmitar për neve në tokë, sepse ne si muslimanë jemi dëshmitar të njerëzve, ashtu siç ka në hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ka kaluar një xhenazë dhe muslimanët kanë thënë është njeri mirë, sa njeri mirë ka qenë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë wajabat riyad, pastaj ka kaluar një xhenazë dhe muslimanët kanë qenë prezente kanë thënë sa njeri keq ka qenë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë wajabat riyad. Atëherë një sahabë thonë ja Rasulullah, të pam këtë formë që folet dhe çka obligu wajabat, është vajib për të është vajib. Thotë gjenazën e parë tha që ka qenë njeri mirë, edhe thotë ju jeni dëshmitar të Allahut tokë dhe është bërë obligim futja e tij në xhenet, ndërsa për të dytin tha që ka qenë njeri I keq, edhe ashtu është sepse ju jeni dëshmitar të Allahut në tokë, edhe është bërë obligim për të xhenemin. Allah na ruaj. Një prej tefsirologëve thotë ka tefsir të Kuranit që thonë gjithashtu do të jetë dëshmitar të njerëzve në tokë, duke u bazuar në këtë hadith, sepse besimtarët e vërtetë janë ata të cilët kur dëshmojnë për dikën që është njeri I mirë, ashtu është dhe kur dëshmojnë për dikën që ka qenë njeri I keq, ashtu është. Allah Azza wa Jalla ruaj nga devijimi dhe nga përpërja të besimtarëve të drejtë. Allah Azza wa Jalla thotë: "Ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'alama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi." Ndrimin e kiblës të Allah Azza wa Jalla nuk e bën ndryshe vetëm se për të sprovuar ata të cilët e ndjekin Resulullah dhe ata të cilët ja kthejnë shpinën. Pra Allah Azza wa Jalla ka bërë gjëra, ka zbrit ajete, bën gjëra në dynja, që sprova për neve në këtë dynja, që ta dallojnë të mirin nga I keqi. Edhe në këtë kohë dhe në gjitha kohërat, edhe ndrimi I kiblës ka qenë I tillë. Allah Azza wa Jalla ka ditë kush është I mirë dhe kush është I keq, por do të modor sapat e muslimanëve. Me ditë kanë ki shok, edhe kanë ki dëshmitar të mirë, kanë ki vëlla musliman, edhe cili është munafik, cili është deftyrsh, cili është njeri I cili s'ja të mirë, as njerëzimit, as muslimanlakut, as kur të kujtëç. E Allah subhanahu wa taala e ka ndalë. Disa munafik janë kthy komplet në besimtar të vërtetë e kanë vazhduar rrugën, të tjerë kanë folë, e kanë ditë pastaj kush edhe ku është. Për këtë Allah Jalla wa Ala ndonjëherë dërgon sprova në këtë dynja me të kallëzu ty kameramajt. Kush jene të vërtetë ti dhe unë në zemër? A jem besimtar të vërtetë që sa do që bi sprovat në besim musliman, besim besimtar, nuk e drojmë dinin, nuk e shesim dinin e Allah për diçka nga kjo dynja, apo jem njerëz label yanqalibu ala aqibay me janë kthejnë të tyre të vërtetë, edhe pastaj e humbë dhe dynjan edhe ahiretin. Për këtë Allah Azza wa Jalla pastaj thotë, kjo çështje nuk ka qenë lehtë, ka qenë vështirë. Përveç ata të cilët I ka udhëzuar Allah subhanahu wa taala. Pra ndrimi I kiblës nuk ka qenë lehtë, ka qenë çështje vështirë. Përveç për ata të cilët I ka udhëzuar Allah subhanahu wa taala, e ata që I ka udhëzuar Allah, ata që kanë postë sahabët, deri I tyre të cilët kanë qenë, e kanë bërë det me zvete ku Allah, po pejgamberi I Zotit. Që ata musliman që ju falë ka me zëbër amsaja dhe ka vdekë, se më falë ka kibla, a ju ka pranuar namazit. Që dërë e ka posë, sahabët, që dërë e ka posë. Dhe një Rasulullah kanë vdekë dy prej, ensarve dhe një 8 prej muhajgjirve, 10 sahabë kanë vdekë, duke u falë ka me zëbër amsaja, e Allah subhanahu wa ta'ala ju thot pastaj besimtarëve,
وما كان الله ليضيع إيمانكم. Allah azza wa jall nuk ja humb namazin. Allah azza wa jall namazin këtë jetë që iman. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاة. Allah azza wa jall nuk ja ka humb atyre namazin, ja ka pranuar namazin e tyre. Pse Allah azza wa jall e çon iman namazin? Për arsye dashur vëllezër se al-sunneti dhe xhamati ka ky ajet e mersi si argument që imani është tri komponente. Është bindja me zemër, shqiptim me gjuhë dhe vepra. Allah azza wa jall e çon namazin iman, sepse namazi do të me pas niyet me zemër, shqiptim me gjuhë duke lexuar Kur'an, duke marrë tekbire dhe vepra për të falë namaz. Pra, këto tri komponenta janë iman. Nuk ka mësi me qenë imani veç me gjuhë, ose veç me zemër, ose veç me vepër pa zemër dhe pa gjuhë, sepse i të gjasoj grafika. Pra, Ahlus-Sunneti beson dhe argument e kanë këtë ajet që Allah azza wa jall thotë: "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah nuk ja humbi juve besimin e ju këto nëse prodhoi bukvarisht të psikologët dhe gjithë ulemaja të tefsirit thonë është për qëllim namazin tyne që kanë falë në mesdra sale. Për arsye se namazi përbëhet me niyet, me zemër, përbëhet me shqiptim me gjuhë, përbëhet me vepra sikur se imani i cili ka bindje zemër, shqiptim me gjuhë dhe praktik me vepra. Allah azza wa jalla thotë: "Inna Allaha bin-nasi la raufur rahim." Për arsye se Allah subhanahu wa taala është i butë i mëshirshëm me njerëzit, me robërit e tij, dhe për këtë edhe nuk ja ka mundin dhe ja ka pranuar namazin që e ka falë në mesdra kësaj dhe nuk kanë mund që të falë namaz ka kibla për sepse i ka zanë dhe gjithashtu dashur vëllezër, një dobi tjetër të rëndësishme dhe me këtë përmendoj tek ky ajet është se ulema islami thonë nga ky ajet që ne shpjegoj në 42 dhe 43, sidomos 42 është argument që pranohet në Islam khabaru ahad, lajmi nga një njeri, lajmi kur vjen nga një njeri i besueshëm. Për arsye se sahabja i cili e ka falë namazin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka qenë një dëshmitar i cili u shku në mesdh të kibletit dhe ka pasur të tjerë duke falë ka mesdh rasaya dhe ka thënë që Allah azza wa jall ka zbrit ajet për me ndryshu kiblen, kthehuni ka kibla dhe ata i kthy ka kibla, pra ka pranuar khabar ahad. Do një njeri ka shku me khabar edhe ai ju ka besuar dhe ka kthy dhe ka qenë sahih. Dhe nuk ka prit tawatur, por mutawatir shumë grupe me transmetuar që këta me thonë jo thera ta këshimi është vërtet. Pra pranuar khabar ahad, lajmi nga një njeri për çështje të cilat kanë bëjnë me dinën e Allahut azza wa jalla, nëse është i besueshëm dhe është teka ashtu siç është edhe në bazat e fikut që mësohet dhe gjithashtu tek muhaddithin. Këto janë disa dobi të dashur vëllezër, të cilat ne i marrim nga këto dy ajete shumë të rëndësishme dhe mrekullueshme, që gjithë ajetet e tjera për lutur Allah azza wa jalla që na bëjë të qëndrueshëm në fenë e tij, mos i bëra aty që dohatemi, sikurse shumë të tjerë të cilët ka zbrit ka jetë në hall, do të na bëjë të fuqishëm në nxjerrjen e rrugën e drejtë, rrugën aty që Allah azza wa jalla është i kënaqur me ta, dhe jo në rrugën aty që janë në humbje dhe as në rrugën aty që është i lidhur me ta. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.